Kuksin e ri tash e një tër bota që ka shumë histori, por sot inxhinieri Mujonoka ja prishi humorin dhe e la në zi. Ndërmarrja e ndërtimit u shkput nga Shkodra se Kuksi do të kishte shumë punë, tani më jo punë të vogla që klasa punëtore gjoksin i vonë. Mujonoka si inxhinier nga viti 61 për 8 vite më radhë, bashkë me shumë kolegë të tjerë, punëve të kohës u bëri ballë. Ka ndruar shpesh detyra, si njeri që do t'jepte shumë, aty ku do t'ishte e vështira, Mujonoka do ishte në punë. Jo vetëm në ndërtim, por dhe urbanistik, mendja dhe dora e tij, Kuksi që po rritej për ditë, do t'i shkonin punët gjithmonë në vijë. Dhe s'ka si të ndodhë ndryshe, fisi Noka pati zgjuarsi, vëllezërit të gjithë si të ndryshe, ku punuan patën vetëm lavdi. Hamiti, Rizaj dhe Muharremi, të tre inxhinier shumë të zot, aty ku punuan u doli emri që mbahen në gojë edhe sot. Mujonoka në vitin 2002 do të hieshonte moshën e pleqërisë, a tani do të hynte në histori qytetar nderi i bashkisë. Dhe Kuksi në vite s'do harroj djersën, mendjen dhe përkushtimin, historia 64 vjeçare do të vazhdoj aty ku Mujonoka e la kujtimin.